Vajza që vrapoi drejt shpresës. Era frynte e ftohta të pasdite, duke përplasur gjethet e thata në trotuarin e zbrazët. Qielli ishte mbuluar me re të dendura gri, sikur paralajmëronte se diçka e pazakont do të ndodhte. Në një cep të sheshit të vogël të qytetit, një patrull policie ishte ndalur për kontroll rutin. Oficeri Arben Kola, me mbi 15 vite shërbim, po bisedonte qetësisht me kolegun e tij kur papritur dëgjoi hapa të shpejt që afroheshin. Një vajzë rreth 10 vjeçe, me flokë të çrregullta dhe fytyrë të zbet nga frika, po vraponte drejt tij me sa fuqi kishte. Syti ishin mbushur me lot dhe frymëmarrja e saj ishte rënduar. Ju lutem më ndiqni mua. Bërtiti ajo me zë të dridhur. Arbeni u shtang për një çast. Instinkti i tij i parë ishte të përkulej në nivelin e saj për ta qetësuar. Çfarë ka ndodhur, zemër? Je lënduar? Pyeti ai me një ton të butë. Vajza tunte kokën me shpejtësi. Jo, por duhet të vini tani. Është shumë vonë. Diçka në sytë e saj nuk ishte thjesht frikë fëmijërore. Ishte panik i pastër. Ishte urgjencë. Pa humbur kohë, Arbeni i bëri shenjë kolegut të ndiqte nga pas dhe filloi të vraponte bashkë me vajzën. Rruga drejt së panjohurës. Ajo i çoi nëpër rrugica të ngushta, mes pallateve të vjetra me mure të qara dhe dritare të thyera. Sa më shumë përparonin, aq më shumë Arbeni ndjente se diçka e rëndë po i shtrëngonte gjoksin. Vajza nuk fliste më, vetëm kthente kokën her pas here për të siguruar që ai po e ndiqte. Sa larg është? Pyeti ai me frymëmarrjes së shpejtë. Edhe pak u përgjigj ajo. Më në fund, ajo ndaloi përpara një ndërtese të braktisur në skaj të lagjes. Porta e hekur të varej e shtrembër. Një dritare në katin përdhes ishte e hapur. Brenda, tha vajza me zë pothuajse të patgjueshëm. Arbeni i bëri shenjë kolegut të qëndronte jashtë për mbulim dhe hyri me kujdes. Era e lagështisë dhe mykut e goditi menjëherë. Drita depërtonte dobët përmes pluhurit që notonte në ajër. Dhe pastaj ai e pa. Pamja që e la pa fjalë. Në mes të dhomës së zbrazët, mbi një dysheme të ftohtë betoni, ndodhe një burr i shtrirë pa lëvizur. Rreth tij kishte gjurmë gjaku. Për një sekond që ju duke pafundme, Arbeni ndjeu sikur koha u ndal. Ai u afrua me kujdes duke kontrolluar pulsin. Ishte gjallë. Thirrë ambulancën. Tani. Bërtiti ai drejt kolegut jashtë. Vajza qëndronte në prag, duke shtrënguar duart me ankth. E gjeta kështu askush tjetër nuk do të vinte, pëshpëriti ajo. Arbeni e pa me një vështrim që përzjente habi dhe admirim. Ti bëre gjën e duhur. Shumë të rritur nuk do të kishin guximin të vepronin si ti. Ndërsa sirenat e ambulancës filluan të dëgjoheshin në largësi. Ai hodhi syt rreth dhomës. Nuk ishte thjesht një aksident. Shenja tregonin për një përleshje. Diçka kishte ndodhur këtu. Por ajo që e la vërtet pa fjalë nuk ishte vetëm pamja e burrit të plagosur. Ishte fakti që kjo vajzë e vogël e vetme kishte hyrë në atë ndërtesë të errët për të kërkuar ndihmë për një të panjohur. Në atë moment, Arbeni e kuptoi se ndonjëherë trimëria vjen nga vendet më të papritura. Vajza ngriti syt drejt tij. Ai është babai im. Fjalët ranë si një gur i rënd në heshtje. Dhe historia sapo kishte filluar. Sekreti që fshihej pas derës së hapur. Ambulanca mbërriti me zhurmë sirenash që përçan ajrin e rënd të mbrëmjes. 2 infermier hyn me shpejtësi në ndërtesën e braktisur dhe nisën menjëherë t'i japin ndihmën e parë burrit të shtrirë në dysheme. Oficeri Arben qëndronte pranë, por mendja e tij ishte tek vajza. Ajo qëndronte në prag, e heshtur, me duart që i dridheshin lehtë. Nuk qante më. Ishte si të kishte kaluar përtej frikës në një gjendje boshllëku. Si quhesh? Ke pyeti Arbeni me butësi. Ela, u përgjigj ajo. Ela, dua të më tregosh çdo gjë. Si e gjete babain tënd këtu? Ajo gëlltiti me vështirësi. Endoqa. Arbeni ngriti vetullat. Endoqe. Po. Ai doli nga shtëpia shumë i shqetësuar. Dëgjova dik që i bërtiti në telefon. Tha se do ta takonte aty ku mbaron gjithçka. Nuk e kuptova çfarë donte të thoshte, por u friksova. Fjalët e saj u prem për një moment, ndërsa infermierët e vendosën babain e saj në barel. Njëri prej tyre ju afrua Arbenit. Është në gjendje të rëndë, por ka puls. Çdo minutë ka qenë vendimtar. Nëse do të ishte gjetur më vonë. Ai nuk e përfundoi fjalin. Arbeni ktheu syt nga Ela. Një vajzë 10 vjeçare kishte shpëtuar jetën e babait të saj. Hijet e së vërtetës.
Pasi ambulanca u nis drejt spitalit, Arbeni vendosi të kontrollonte më me kujdes ambientin. Dyshemeja kishte gjurmë të qarta për leshjeje. Një karrige e thyer, një celular i rrëzuar në qoshe, një njoll gjaku që vazhdonte drejt korridorit të errët. Kolegu i tij, Iliri, u afrua me një shprehje serioze. Kjo nuk duket si grabitje. Portofoli i tij është këtu. Arbeni mori celularin e thyer. Ekrani ishte i plasaritur, por ende ndiste dobët. Thirrja e fundit ishte nga një numër i panjohur. Ela po i shikonte me sy të mëdhenj, të friksuar. A do të vdes? Ai u përkul para saj. Jo, ti e gjete në kohë. Tani mjekët do të bëjnë gjithçka. Por në zemër ai e dinte se kjo histori ishte më e thellë. Fjalët e saj, aty ku mbaron gjithçka, nuk tingëllonin si një takim i zakonshëm. Një e vërtet që po afrohej. Ndërsa policia nisi të rrethonte zonën, Arbeni e çoi Elën drejt makinës së patrullës për ta mbrojtur nga pamja e rëndë. Ela, tha ai me qetësi, a ka pasur ndonjë problem kohët e fundit? Dikush që e ka kërcënuar babain tënd? Ajo hezitoi, pastaj fshiu hundët me mëngë. Disa burra erdhën para disa ditësh në shtëpi. Ai u tha të iknin. Ata qeshën dhe njëri prej tyre tha se borxhet paguen gjithmonë. Arbeni ndjeu një therrje në stomak. Borxhe, kërcënime, takim në një ndërtesë të braktisur. Kjo nuk ishte rastësi. Ai e kuptoi se burri nuk ishte ardhur këtu për një bisedë paqësore. Ishte thirrur, ndoshta mashtruar, dhe diçka kishte shkuar tmerrsisht keq. Ndërsa makina e ambulancës zhdukej në horizont, Arbeni mori një vendim. Kjo çështje është më e madhe nga sa duket, tha ai me zë të ulët. Dhe unë nuk do ta lë këtu. Ela e shikoi drejt në sy. Në atë vështrim kishte frikë, por edhe besim. Dhe diku në errësirën e qytetit, dikush ndoshta po mendonte se kishte mbyllur një hesap, por nuk e dinte se një vajzë 10 vjeçare kishte ndryshuar gjithçka. Ajo që u zbulua në spital ndryshoi gjithçka. Drita e bardhë e korridoreve të spitalit dukej e ftohtë dhe e pafundme. Ela rinte ulur në një karrige plastike, me këmbët që nuk i preknin plotësisht dyshemen. Oficeri Arben qëndronte pranë saj, i heshtur, por vigjilent. Ora po kalonte ngadalë. Mjekët kishin hyrë me njëherë në sallën e operacionit me babain e saj. Plagët ishin të thella. Goditjet nuk kishin qenë të rastësishme. Ishin dhënë me qëllim. Pas më shumë se një ore që dukej si një përjetësi, dera e sallës u hap. Një kirurg me maskë të varur në qaf u afrua drejt tyre. Do të jetoj, tha ai. Ela shpërtheu në lot. Ishin lot lehtësimi, jo frike. Por, vazhdoi mjeku, ka humbur shumë gjak. Do të duhet kohë për të rikuperuar. Kur të zgjohet, do të na duhet të dim saktësisht çfarë ka ndodhur. Arbeni falenderoi mjekun me një tundje koke. Por diçka në tonin e tij tregonte se edhe ai e dinte. Kjo histori nuk ishte mbyllur. Zgjimi. Disa orë më vonë, babai i Elës hapi syt. Ai dukej i dobët, i zbet, por i vetëdijshëm. Sapo pa vajzën e tij pranë shtratit, syti u mbushën me lot. Ela, pse erdhe? Përshpëriti ai. Sepse më duhesh, u përgjigj ajo duke ja shtrënguar dorën. Arbeni u afrua. Zotëri, unë jam oficeri që ju gjeti. Vajza juaj na çoi tek ju. A mund të na tregoni çfarë ndodhi? Burri mbylli syt për një moment, sikur po luftonte me kujtimet. Borxhe, tha ai më në fund. Bëra një gabim. Mora para nga njerëz të gabuar për të shpëtuar biznesin tim. Mendova se do t'i ktheja shpejt, por nuk munda. Dhe ju thirrën në atë ndërtesë? Pyeti Arbeni. Ai pohoi lehtë me kokë. Thanë se do të flisnim. Por nuk donin të flisnin, donin të jepnin një mësim. Ela dëgjoi gjithçka në heshtje. Fytyra e saj e vogël ishte e fortë për te i moshës. E vërteta e madhe. Ka edhe diçka tjetër, shtoi burri me zë të dobët. Unë i regjistrova. E dija që nuk do të ishte një takim i mirë. Arbeni u shtang. Çfarë regjistruat? Bisedën. Është në një pajisje të fshehur në magazin, në shtëpi. Nëse e gjeni do të keni prova. Në atë moment, gjithçka mori një kthes të re. Kjo nuk ishte vetëm një sulm për borxhe. Ishte një rjet i organizuar që ndoshta kishte friksuar shumë të tjerë para tij. Arbeni ndjeu një përzierje zemërimi dhe vendosmërie. Do ta gjejmë, tha ai. Dhe ata që ju bën këtë do të përballen me drejtësinë. Një fund që është vetëm fillim. Kur Arbeni doli nga dhoma, ai ndaloi për një moment në korridor.
Mendoj për momentin kur Ela kishte vrapuar drejt tij, me sytë mbushur me panik. Nëse ajo do të kishte hezituar, nëse ajo do të kishte pasur frikë, babai i saj nuk do të ishte më gjallë. Ai u kthye brenda dhe pa vajzën që ishte mbështetur në krahun e babait të saj. Ti je shumë e fortë, i tha ai. Ela buzëqeshi lehtë. Unë vetëm vrapova, por Arbeni e dinte të vërtetën. Ajo nuk kishte vrapuar vetëm drejt një polici. Ajo kishte vrapuar drejt shpresës. Dhe ndonjëherë trimëria më e madhe vjen nga zemra më e vogël.